E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, duke sjellur pranë jush tashmë edhe reagimet të komunitetit të artistëve për ndarjen nga jeta e parakohshme të artistit shqiptar nga Maqedonia e Veriut Shpat Kasapi. Reagimet kanë ardhur nga figura të ndryshme të artit, përfshirë edhe miq të afërt të Shpat Kasapit, ndërto dhe Big Mama, një artiste tjetër nga Maqedonia e Veriut, e cila ka folur dhe ka treguar marrëdhënien e saj me Shpat Kasapin, por edhe një kujtim të bukur që Shpat Kasapi i ka lënë Big Mamës më pak se 10 ditë më parë. Kanë kënduar të dy së bashku një këngë në një nga programet festive të Vitit të Ri, ku Big Mama dhe Shpati kanë kënduar këngën Sëj Zezon, një këngë tetovare dhe si një kujtim i bukur i fëmijërisë së tyre, si një kujtim i bukur i momenteve që kanë kaluar dhe si një kujtim i bukur i artit shqiptar. Po ashtu, në një rrëfim për marrëdhënien e saj dhe afërsinë me Shpat Kasapin, Rovena Stefa, artistja nga Shqipëria, ka treguar që Shpati nuk është se ka patur dhe jetën shumë të lehtë, por njëkohësisht nuk është se ka qenë njeri hakmarrës. Reagime të shumta kanë ardhur dhe nga artistët të tjerë, por Big Mama është ajo që shprehet me dhimbje më të madhe. Big Mama ka reaguar përmes një postimi në llogarinë e saj në rrjetet sociale, duke shpërndarë një foto të Shpat Kasapit ku edhe i ka dedikuar fjalë të zemrës. Në postim shkruan në mënyrën më prekse: "O Shpati bre, nuk dua ta besoj, u zgjova me lajmin më të trishtë dhe më këpute krejtësisht shpirtin. Fëmijëria jonë dhe kujtimet tona sot po dhëmbin më shumë se kur. Do të më mungosh për gjithmonë, vëlla. Prehu në paqe, ngushëllimet sinqerta familjarëve. Zoti ju dhënë të forcën e durimin në këtë dhimbje." Artistët shprehen se zemra është e thyer në këto ditë. Reagime ka patur edhe nga Blero, i cili është mik i afërt i Shpatit, duke thënë: "Lutem për ty me gjithë shpirt dhe për familjen tënde, që ka humbur një ëngjëll në këtë tokë, ndërsa unë jam i thyer në shpirt e në zemër, në çdo pjesë të vetes, që të ka njohur dhe të ka dashur", ka thënë Blero. Mbi të gjitha, Blero vazhdon duke thënë: "Sot zemra më është thyer në një mënyrë që se kam njohur kur më parë. Ikja jote Shpat na ka lënë të gjithëve pa fjalë, pa frymë edhe pa forcë. Miku im, kolegu im, njeriu me shpirtin më të bardhë, me zemrën më të madhe, do të mbaj mend gjithmonë me buzëqeshjen që ndriçonte çdo dhomë ku ti hyje." Kemi patur reagime të ndryshme edhe nga Arbana Osmani, Ledion Liço, Luiz Eili, i gjithë komuniteti shqiptar, të cilët me dhimbjen më të madhe shprehin ngushëllime ndaj familjes Kasapi, nënës së Shpatit zonjës Gjylimser dhe bashkëshortes së Shpatit Selvie Jaho.